Këshilli i mandateve dhe imunitetit shtyu mbledhjen për marrjen e vendimit për zonin Balluku. Keni një koment? Jo, s'kam asnjë koment. Gjykata kushtetuese është në proces shqyrtimi nga pikpamja e zbatimit të kompetencave në lidhje me statusin e emërimit apo të lirimit nga detyrat të ministrave dhe në pritje të këtij vendimi vazhdojnë më pas hapat e mëtejshëm që kanë të bëjnë me akuzat që mund ngrej për një person spaku apo institucione e drejtësisë. A është kjo një mburoj procedurale për zonin Balluku? Jo, nuk është mburoj, është respektim i pavarësisë së institucioneve dhe gjykatat japin vendimin definitiv. Këshilli i imunitetit dhe mandateve nuk mori një vendim për zonin Balluku. Keni ju një koment? A është kjo mbrojtje procedurale? Këshilli i imunitetit dhe mandateve nuk mori një vendim për zonin Balluku. Keni një koment? S'kam asnjë lloj komenti. A është kjo një mbrojtje procedurale që mazhoranca po i bën zonin Balluku? Po them s'kam asnjë lloj komenti. Dhe Beçi, përshëndetje, si e? Mirëmëngjes. Këshilli i mandateve dhe imunitetit nuk mori një vendim për zonin Balluku. Keni një koment? A nuk e shikoni si mbrojtje institucionale? Këshilli i mandateve dhe imunitetit nuk mori një vendim për zonin Balluku. Keni një koment? Përshëndetje. Këshilli i imunitetit dhe mandateve nuk mori një vendim për zonin Balluku. Keni një koment? Kalofshi mirë. A është kjo një mbrojtje procedurale? Zonja Mara, përshëndetje. Këshilli i imunitetit dhe mandateve nuk mori një vendim për zonin Balluku. Keni një koment? Jo, s'kam asnjë koment. A është kjo